Një ditë pas debatit të brendshëm në radhët e socialistëve, ku kryeministri Edi Rama pati një përplasje së drejtë për drejtë me Elisa Spiropalin, kjo e fundit ka zgjedhur të përgjigjet me diell. Në një postim në Facebook, Spiropali ka publikuar një foto ku shfaqet e buzëqeshur, ndërsa rrezet e diellit i bien në fytyrë, e shoqëruar me mesazhin: "Të diel të bukur, mbaje fytyrën nga drita dhe hijet mbeten pas." Një mesazh që në pamje të parë duket krejt i pafajshëm, por që vjen menjëherë pas përplasjes së djeshme në mbledhjen e Partisë Socialiste, duke mos i shpëtuar leximeve politike. Në korridoret e politikës, drita dhe hijet rrallëherë janë vetëm metafora poetike. Postimi i Spiropalit shihet si një përgjigje e tërthort ndaj tensioneve të fundit, duke lënë të kuptohet se, pavarësisht toneve të ashpra në mbledhje, ajo zgjedh të mbajë fytyrën nga drita. Ndërkohë, mbetet për tu parë nëse kjo dritë do të shuajë hijet e debatit të djeshëm apo thjesht i ndriçon ato më qartë.